Papunësia në Gjermani u rrit më shumë se sa pritej në muajin shtator sipas të dhënave të Zyrës së Punës, ndërsa tregu po përballet me vështirësi për të urime këmbur. Në terma sezonalisht të rregulluar, numri të papunëve u rrit me 14.000 duke arritur në 2.98 milion. Norma e papunësisë gjithashtu sezonalisht të rregulluar mbeti i qëndrueshme në 6.3% në përputhje me parashikimet e analistëve. Numri të papunëve kaloi shifrën e 3 milionëve në muajin e kaluar për herë të parë në një dekadë, por ul përsëri në 2.95 milion në shtator, duke rënë me rreth 70.000. Kërkesa e kompanive për punonjës të rinj gjithashtu u dobësua me 630.000 vende pune të lira të raportuara në shtator. Kërkesa në tregun e punës vazhdon të mos ketë stimuj të nevojshëm për një rrëmëkëmbje më të fortë, njoftuan burime nga zyra punës. Gjermania, ekonomia më e madhe e Europës, po përballet me vitin e tretë radhazit të kurrjes ekonomike për herë të parë në historinë e saj, një gjë që është bërë më e mundshme nga tarifat e vendosura nga presidenti amerikan Donald Trump. Ekonomia u tkurr me 0.3% në tremujorin e dytë krahasuar me 3 muajt e parë të vitit, duke treguar dobësi të vazhdueshme në tregun e punës. Kancelari Friedrich Merz ka premtuar të nxjerrë Gjermaninë nga kjo krizë me një rritje të fortë të shpenzimeve në infrastrukturë dhe mbrojtje, por këto masa po marrin më shumë kohë se sa pritej për të reflektuar në terren. Nëse programet e infrastrukturës dhe rritja e shpenzimeve në mbrojtje do të kenë efekt vitin e ardhshëm, sektori i prodhimit do të jetë përfituesi kryesor dhe humbjet e shpejta të vendeve të punës do të ngadalësohen, theksojnë ekonomistët. Institutet kryesore ekonomike gjermane javën e kaluar zgjeruan pak parashikimin për rritjen ekonomike këtë vit në 0.2% nga 0.1% që ishte më parë, ndërsa për vitin 2026 vlera mbeti pa ndryshuar në 1.3%.